Se të gjeta. Mirë se erdhe. Najsi a imi. Shumë faleminderit Eva, jam e lumtur që na dhurove kohën. Pa diskutim, është kënaqësia ime dhe shumë faleminderit për ftesën. Shumë faleminderit edhe një herë Eva. Kënaqësia është e imi, Ardiana. Jam shumë e lumtur që jam sot me juve. Pse jo vetëm që po na dhuron kohën, por dhe talentin tuaj, sepse unë e di sa e adhuron ti artin, këngën, poezinë dhe leximin. E vërtet. Po dhe edhe pse unë të njoh, dua që edhe fëmijët të njohin, edhe prindërit e fëmijëve. Më lejon të bëj 1-2-3 pyetje? Pa diskutim. Rosh. Cili ka qenë libri yt i parë? E mban mend? Librin tim të parë kam si ta harroj kur, ka qenë një nga librat që mami ma lexonte me shumë dashuri, Milingona dhe Gjinkallat. E adhuroja, isha një fëmijë i lumtur kur mami ma lexonte. Sa më bë qefi se dhe mund pëlqente shumë. Cili ka qenë libri yt i parë që i ke lexuar djembe, apo i ke treguar pralla dhe vjersha? Me fëmijët e mi që janë rritur, edhe djali i vogël është lindur këtu vitën përpara dhe jam munduar gjithmonë të lexoj libra, por me shumë dashuri u kam lexuar poezi dhe specifikisht poezinë time të preferuar nga fëmijëria, Djali dhe Zogu. Sa mirë që na the. Kam një surprizë mbrapa. Okej. Përgatitur. Dakor. Unë di dhe një gjë, që djemtë tu flasin shkëlqyshëm shqip. Shumë e vërtet. Si mendon ti se ishte mundur, si realizove, sepse ato njëri erdhi shumë i vogël e tjetri u lin këtu? Do thoja që ne prioritet në shtëpi kemi pasur gjithmonë të flisnim shqip fëmijëve në shtëpi. Me gjithë prekupimet tona, punërat, ju e dini vetë sa bizi ka qenë jeta, kur binim në shtëpi ishte si rregull, ne flasim shqip në shtëpi. Por do të thoja një ndikim shumë të rëndësishëm të madh ka prania e mamit tim, e cila jetoi me ne për 15 vjet në Kanada, e cila u fliste shqip, u lexonte pralla dhe vjersha shqip, biles më kujtohet që ajo solli dhe abetare nga Shqipëria, që ata të mësonin alfabetin shqip, u lexonte dhe ata sot shumë mirë e flasin dhe shkruajnë. Qa lumëturi, sa me fat djemtë ty, po prandaj dhe ne do mundohemi të realizojmë të njëjtën gjë nëpërmjet këtij programi për fëmijët e komunitetit. Është një pasuri. Gjua mëm është një pasuri që gjithë fëmijët, prindrit duhet të trashëgojnë. Patjetër. Atëherë kalojmë te prallat, se fëmijët mezi po presin. Çfarë ke përgatitur sot për fëmijët e komunitetit? Çfarë ke qejf të lexosh? Unë mbaj mend disa fabula nga fëmijëria, të cilat i kam sjell sot me vete për t'i lexuar. Edhe një prallë që vërtet më pëlqente gjithashtu shumë, ishte Mjelmat e Egra. E pabesueshme. Edhe është pjesë e këtyre prallave, dhe jam shumë mirë se Ara Kondaj. Faleminderit Ara, dhe të premtoj që do ta kthej librin, Dakor, gati, kur fillojmë, kur ti je gati? Dakor? Rosh. Faleminderit. Po filloj të lexoj disa fabula. Gjeli dhe Dhelpra. Dhelpra dëgjoi këngën e një gjeli dhe u gjend në degët e lisit. Miku im, i tha Dhelpra me zë të ëmbël, kam vendosur të bëhemi miq. Hidhu që të përqafohemi. Po më gëzon shumë Dhelpër e dashur. Aty në zgavër është edhe qeni. Thuaja dhe ati lajmin e gëzueshëm, i tha gjeli. Dhelpra hodhi syt në zgavër dhe i ambathi këmbëve. Luanesha. Kafshët e egra po i mbureshin njëra tjetrës, se cila kishte më shumë këlysh. Dikur u kujtuan edhe për Luaneshën e heshtur dhe pyetën sa këlysh sillte në jetë. Vetëm një, theksoi Luanesha, por është Luan. Fabula tjetër, Deri i egër dhe Dhelpra. Një deri i egër po mpritte dhëmbët në trungun e një druri. Një Dhelpër kaloi aty pranë dhe e pyeti: "Pse duhet i mpritte dhëmbët kur pranë nuk kishte asnjë rrezik?"
por unë nuk do të mund t'i mpre dhëmbët, atë kohë kur më duhet t'i përdor, i tha deri i egër. Një këmban për macen. Min të mblodhën në një kuvend e nuk gjenin mënyrën si të shpëtonin nga macja. Në fund të çua një mit i vockël që i la të mëdhenj e të vegjël me gojë hapur. Duhet të lidhin një këmban në qafën e macës. Të gjithë u gëzuan. Kur ishin në kulmin e gëzimit, Miu më plak i pyeti: "Po kush ka për t'ja lidhur këmbanën në qafën e macës?" Luani dhe Dhelpra është një tjetër fabël. Një luan plak nuk doli nga strofulla dhe ushtir i shtrirë si kur t'ishte i sëmur. E mësuan kafshët e pyllit se mbreti i tyre ishte i sëmur dhe filluan t'i shkojnë me radhë një nga një. Vendosi edhe Dhelpra t'i bënte një vizitë mbretit të sëmur. U afrua pranë strofullës, por nuk hyri brenda. Luani e pyeti: "Pse nuk futesh brenda në shpellë si gjithë banorët e mbretërisë?" "Sepse po shikoj shurp gjurmë që futen në shpellë, por asnjë gjurmë që po del nga shpella." Dhelpra dhe Lejleku. Një ditë, Dhelpra ftoi për drek Lejlekun. Ulën në tavolinë, por për fat të keq, Lejleku t'ia shërbyen supën me lëng mishi brenda një pjate të gjerë dhe të sheshtë. Të gjitha përpjekjet e Lejlekut qenë të kota. Me sjepin e gjatë, nuk arriti të shijonte as edhe një pikë lëng mishi nga ajo enë. Kur i erdhi radha Lejlekut të ftonte Dhelprën, ai përgatiti një drekës të mirë, shumë të shijshme dhe duke u kujdesur për çdo hollësi. Por për fat të keq, Dhelprës ushqimi i erdhi në copëza të vogla, në fundin e një vazoje me kryk të ngushtë e shumë të gjatë. Lejleku hante me lehtësi, duke e futur sjepin në vazo, por Dhelpra e uritur vetëm e vështronte. Në atë enë aq të ngushtë e të gjatë, nuk arriti të fuste dot as majën e hundës. "E shikon? Ndoqa shëmbullin tënd", i tha Lejleku Dhelprës. E gjithë lezet e kullufiti edhe kafshatën e fundit. Sa bukur. Faleminderit. Na kujton vogëlin, por sidomos mësimet që merren nga këto fabula dhe shpresoj që prindrit t'ia shpjegojnë fëmijëve se cili është mësimi nga secila fabula. Çfarë mrekullie. Ja, këto janë ato gjëra që vlerat dhe traditat që do mundohemi t'i ruajmë nëpërmjet këtij programi dhe këtyre fabulave dhe prallave. Shumë e vërtet, sepse çdo fabul faktikisht ka një kuptim. Një kuptim që prindrit, ashtu siç e thatë, duhet t'ua shpjegojnë sepse ka vërtet një domethënie çdo fabul. Thej që kishe dhe një histori, da thoshe do na thosh në kamera apo mbrapa kameras? Për vjershën e djalit dhe zogut. Do na thuash? Patjetër. Bravo, faleminderit, bravo. Gati fëmijë. Një zog të vogël zuri një djalë. Ai po dridhej e i thosh sa fjalë: "Nuk të vjen keq që jam i mitur, si ti vogël nuk jam i rritur. Më pret mami, si ty jetëm. Të mos ti vete, ç'bëhet vallë." Fjalët e zogut djali dëgjoi, qau e puthi, pastaj e lëshoi. Më bëni të qaj. Faleminderit. Faleminderit dhe fëmijërisë. Faleminderit që e recitove për fëmijën. Faleminderit dhe uroj e shpresoj që fëmijët ti dëgjojnë edhe ti mësojnë, pse jo, është gjë e bukur të dish fabula, pralla, gjëra nga historia më mdheu. Më bërë të kaj. Tash i kalon nga pralla. Çfarë pralla ke përgatitur për fëmijët sot? Miel ma egër. E the, më fal. Kjo është një prallë paksa e gjatë, por do përpiqemi të lexojmë me shumë
ndje dashuri fëmijëve. S'ka problem për fëmijët, sepse prandaj po e ndajmë programin me fabula dhe përalla, që prindrit mund ta ndalojnë në YouTube, të lexojnë sa të duan me fëmijët, të dëgjojnë sa të duan, kështu që jam shumë mirënjohëse. Faleminderit. Mjelmat e egra. Larg viseve tona, në vendet ku shtektojnë dallandyshet, kur ja be dimri, jetonte një mbret që kishte 11 djem dhe një vajzë të vetme që ja thoshin emrin Eliz. Vëllezrit dhe motrat e shkonin jetën are dhe lumturi. Por ja që lumturia nuk zjat për gjithmonë. I ati i tyre u martua me një grua zemërlig, e cila u vrente me gjithë shpirt fëmijët. Ajo nuk linte ditë pa shpifur e u thoshte 1001 të zeza mbretit për fëmijët, që si t'ja nxirrte nga zemra. Një ditë prej ditësh, gruaja zemërlig i dëboi djemt nga pallati mbretëror, duke u thënë: "Fluturoni në përbot, e nxitoni presap tuaj. Fluturoni si shpend të mëdhenj pa zë." Por ja që dhe e keqja ka një kufi. Si për inat të saj, fëmijët u shndëruan në 11 mjelma të egra e të bukura. Mbasi fluturuan për mbi lulishten e pallatit mbretëror, djemt mjelma u shtukën në përpyll. Ndërkohë, Eliza kishte përfunduar tek dhoma e shërbëtorëve dhe e vetmja lojë e saj ishte një gjethe e gjelbër. Vajza e shpoi një vrim të gjethja dhe shikonte sa herë përmes saj dhe mund të shikonte sytë e bukur të vëllezërve. Kur rezet e diellit i preknin fytyrën, ajo ndjente ngrohtësinë dhe puthjet e tyre. E kështu rridhnin ditët njëra pas tjetrës dhe Eliza rritej e hidhte shtatë, duke u bërë shumë e bukur, aq sa kishte ngjallur smirën e mbretëreshës që donte ta cyrgjynoste sa më larg. Por nuk guxonte ta bënte sepse e dinte që mbreti e donte me mend e kokës të bijën e vet. Por gruaja shpirtkeqe nuk ishte dorë nga synimet e veta të mbrapshta. Dhe vajza që të humbiste i jeshin, ajo ja fërkoi fytyrën me lëngarash. Kështu cipa e saj mori një ngjyrë të errët dhe pas kësaj ja leu dhe fytyrën me një lëng që ku të zbonte erë dhe ja shpupurisi flokët. Kështu që u bë e pamundur ta njihe Elisën e bukur. Kur e pa mbreti, ai u llatariste nisi të bërtiste: "Kjo nuk është i me bi, kjo nuk është i me bi." Askush nuk e njohu vajzën, përveç qenit dhe dallandysheve. Eliza e gjor doli pikë e vrer nga pallati dhe po mendonte për vëllezërit, që ishin shtukur pa name, pa nishan. Tha me vete: "Po shkoj të kërkoj vëllezërit. Të gjithë tokë do të mendojmë si t'ja bëj mallit." Ishte errur e bërë natë, kur mbriti në pyll dhe shkoj të flinte në rrënjët e një peme. Gjatë gjithë natës pa në ëndër vëllezërit. Në mëngjes, kur pa vete në pasqyrën e ujrave të kristalta, u trëm nga fytyra e shumtuar. Por me të shpëlar, vëreti se gjithçka u kthye si më parë. Pasi në ula në liqen mirë, i kreu e i bëri flokët gëshet dhe u shndërua rishtasi në një princesh të bukur që e adhuronin të mëdhenjë të vegjël. Kaloi edhe një natë dhe në ëndër pa Zotin, që ja kishte ngullur syt e po e shihte me dhimbësuri. Një ditë takoi një plak që i kishte mbledhur manafera në një shport. Eliza u hodh dhe e pyeti: "Mos valli kishte parë 11 princër që kaloroni në përpyll?" "Jo," ju përgjigj plaka, "por kam parë 11 mjelma me kurora të arta në kokë, që fluturonin anës lumit." Atëherë vajza mori rrugën që i dëftoi plaka dhe eci gjithë ditës buz lumit, derisa mbërriti në një vend ku lumi derdhej në det. Çfarë të bënte?
nga t'ja mbante tani. Aty për aty, mes parishteve, i zunë syt 11 pënd mjelmash. I mlodhi dhe me to thuri një rjet. Me të perënduar dielli, Eliza pa që erdhën dhe ulën pra saj 11 mjelmat e egra që i kishin kurorët e arta në kokë, duke rënë flatrat e mëdha borë të bardha. Dhe kur dielli u fal, u tret nga syt, shpendët i flakën tej puplat dhe sa kaq u shfaqën 11 princër të hishëm. Vajza lëshoi një klith dhe ndonë si vlezri që ngritur e bërbura i njohu në qast. U hodh e i mori në qafë duke i thritur të gjithë me emër një nga një. Edhe ata u lumturuan, kur e pan motrën aq të rritur e të bukur dhe u përqafuan të ngashëryer. Si që she o motër, i shpjegoi vllai i madh. Fluturojmë të shndëruar në mjelmat e egra, sa kohë që dielli është lart në qiell dhe vetëm atëherë kur perëndon, ne marrim sërish pamjen e mëparshme njerëzore. Prandaj, duhet të kemi një vend ku të shkojmë e të qëndrojmë mbasi erësohet. Ne nuk jetojmë këtu. Përtej oqeanit është një vend shumë i bukur, por rruga që duhet të përshkosh për të mbritur atje është mjaft e gjatë. Dhe më përjashtim të një gërçi të vetëm, nuk të shes syri ku të ulesh e të pushosh. Eliza rinte i dëgjonte e mrekulluar. Më i riu i vëllezërve foli e tha: vetëm një herë në vit na lejohet të kthehemi në tokën tonë, ku mund të qëndrojmë 11 ditë. Kur fluturojmë për mbi pyll, shohim pallatin ku kemi lindur, si edhe oborin e kishës, ku prehet nëna jon e dashur. Kur jemi aty, na duke sikur pemët dhe shkuret janë të afërmit tanë. Tashmë na mbeten vetëm 2 ditë kohë për të qëndruar në këtë vend. Shumë shpejt do të na duhet të kapërcejmë detin për të kërkuar një pëllëm tokë që nuk është dhe ujin. Dëshirojmë fort të të marrim me vete, motër e dashur, por ja që nuk kemi një varg. Asa do të doja të ishim bashk, psherëtiu Eliza. Dhe vijuan të kuvendonin gjatë gjithë natës. Por me të çelur dita, princat u shndëruan sërish në mjelma dhe të gjithë shkuan e mbështetën kokën te preri i motrës që u ledhatoi krahët e shkëlqyer. Nesër, i than ata, do të largohemi prej këtej, por do të kthehemi pas një viti. A ke dëshirë të udhëtosh me ne? Ne jemi aq të fortë sa do të mbartim për te i detit. Po, vëllezër të dashur, më merrni me vete, i tha Eliza. Për gjatë gjithë natës, princat punuan pa u ndalur dhe endën një rjet të fortë me thupra shelgu. Me të zbardhur mëngjesi, Eliza zuri vend në rjet dhe mjelmat, të lumtura që motrat e tyre do të udhtonin me to, u ngritën fluturim. Rrezet e diellit i ledhatonin fytyrën. Ndaj një prej mjelmave i doli para, ta mbulonte me flatërat e mëdha dhe t'i bënte hije. Për gjatë gjithë ditës, fluturuan me ngutë të madh. E megjithatë, fluturimi ishte më i ngadalë se herët e tjera, për shkak se mbartnin me vete motrën. Kjo gjë nisi t'i shqetësonte teksa po afrohej nata. E friksuar, Eliza vuri re se dielli po ulej në horizont dhe shkëmbi në mes të detit ende nuk po ja zinte syri. Kështu që mjelmat nisën të fluturonin gjithnjë e më fort. Nga thellësia e zemrës i drejtoi një lutje Zotit, që të mos vononte e të shfaqte një shkëmb, përndryshe vëllezërit e saj do të shndëroheshin në njerëz dhe do të pinin drejtë në det. Ndërkohë, mjelmat nisin të zbrisnin me shpejtësi. Kur shkëmbi u duk përmes mjerkullës, dielli kishte kredhur përgjysmë në ujë e po vendosej me shpejtësi. Në çastin që këmbët e tyre prekën tokën e fortë, dielli u tret tej horizontit.
Valët e detit u përplasën pas shkëmbit me rëmbim. Qielli i errët shungëllonte pa pushuar e të shurdhonte, por ata u kapën fort për dore me njëri tjetrin e brohoritën të ngazëllyer. Kur erdhi mëngjesi, qielli ishte i kristal dhe deti i qetë. Pa u ngritur mirë dielli në horizont, mjelmat u ngritën fluturim bashkë me Elizën. Nga lart, vajza pa vendin ku po shkonin. Atje të zinin syt male të larta, të kaltra dhe pyje me pisha, si dhe qytete dhe kështjella. Para se të përfundonte dielli, ata ullën të yrja e një shpelle, të mbuluar me bim të gjelbra kacavjerëse. Të duke si kur ishte një qilim i qëndisur me të gjelbër. Shpresoj të bësh gjumë të ëmbël e të shohësh ëndra të bukura, i tha vllai i vogël. Faleminderit vllaçko, pshërëtiu vajza e trishtuar, sepse nuk mund t'i shpëtonte vëllezërit, që u kishte rënë kjo e keqe mbi krye. Ky mendim nuk i ndalej për asnjë çast. Ju lut Zotit dhe vazhdoj t'i lutej akoma, derisa e zuri gjumi. Atëherë, i u bë sikur u ngjit lart në qiell, e mbërriti te kështjella e një zane, e cila ndonse e bukur dhe rezëllitëse, i shëmbëllente plakës që kishte hasur në pyll dhe i kishte treguar për mjelmat me kurora të arta në kokë. Ti mund t'i shpëtosh vëllezërit e tu, i tha zana, por duhet shumë zemër e durim për ta bërë këtë gjë. A i sheh këto hithra që kam në dorë? Rriten me shumicë pranë shpellës, ku ti po fle, dhe ti duhet të shkosh e t'i mbledhësh. Edhe pse të djegin, e të përcëllojnë, shtypi mirë me këmbë dhe kështu do të përfitosh disa fije të gjata e të gjelbra. Pastaj do t'i presësh e do të thurësh 11 pëlura të gjelbra. Pastaj këto pëlura do t'ua hedhësh përsipër mjelmave e atëherë magjia do të prishet. Por duhet të kesh parasysh një gjë, qysh nga çasti që do të merresh me këtë punë dhe derisa ta përfundosh, edhe sikur të duhen vite, nuk duhet të nxjerrësh nga goja qoftë edhe një fjalë të vetme. Po u the një gjysmë fjalë vëllezërve, dije se do t'i humbasësh për gjithmonë. Elizës i doli gjumi, ka që ndjeu sikur po digjej nga një zjarr përcëllues. Me të zbardhur dita, Eliza doli nga shpella dhe pa një hithër si ajo që i kishte rrëfyer zana. Atëherë ra në gjumë dhe riu falë Zotit. E fill pas kësaj ju përvesh punës. Me duart e brishta, nisi të mblidhte hithrat që i përcolluan duart, por e nga shtyr nga dëshira e madhe për të shpëtuar vëllezërit, që i donte me gjithë shpirt, Eliza që ndjente dhimbjen. I shtypi mirë me këmbë, derisa u shndërua në fije të gjata e të gjelbra, me të cilat thuri pëlurën e parë. Eliza e shkoi gjithë natën duke punuar, dhe as që i shkonte në përmend të pushonte, pa i shpëtuar më përpara vëllezërit. Ndërkohë që mjelmat fluturonin në përmale e kodra, ajo nuk e ndërpreu për asnjë çast punën. Ndërkohë, i u fut punës për pëlurën e dytë. Pa vënë gjuhë në sy dhe kështu ditë pas dite vijoi të ente derisa përfundoi 11 pëlurat, ashtu si që kishte thënë zana në ëndër. Por një mbrëmje, para se të përfundonte dielli, ju ben vëllezërit. Eliza u hodhi përsipër pëlurat dhe mjelmat e bardha në dritën e diellit u shndëruan në 11 princër të hishëm e të pashëm, pas të cilëve do të dashuroheshin princeshat më të bukura të mbretërisë. Një ditë prej ditësh, para shpellës, u afrua një qen i madh. Fill pas kësaj një tjetër, dhe si zumë vënd në hyrje të shpellës, zumë të lenin me të madhe. Më pas, erdhën disa gjahëtar, u afruan aty pranë
Dhe ndërta, zotëria më i shquar, mbreti i atij vendi, shkoi e i qëndroi pranë Elizës. Kur më parë në jetën e tij nuk i kishin zënë syt një vajzë kaq të bukur. Të dy u panë më sy, me shumë dashuri. Mbreti e kapi nga dora dhe e hipi mbi kalin e bardhë, e mori udhën që ta çonte drejt edhe në kështjell. Një buzëqeshje rrezëllitëse u shfaq në buzët e vajzës, e cila ja puthi dorën mbretit në shenjë mirënjohje. Ai e shtrëngoi fort pas zemrës dhe dha urdhër t'i binin këmbanave anë e mban vendit, e ta shpallnin të gjithë mbretërinë dasmën e tij me Elizën. O të na kënaqë, Eva, të na kënaqë, na mallëngjeve. Faleminderit. Nuk e di ato ketë princ shqiptar që nuk do ta kuptoj këtë prallë dhe nuk do mallëngjehet. Sepse unë shikoj rrugën e emigracionit, shikoj sakrificat, shikoj punën dhe shpërblimin në fund. Ti jam shumë mirënjohëse. Faleminderit shumë. Shumë faleminderit. Faleminderit që më pape pjesë të këtij emisioni, që të uroj shumë suksese dhe është emision shumë i bukur që po bën Ardiana, të përgëzoj shumë. Të gjithë së bashku, janë lexuesit, gjithë komuniteti, Gojardi, Art TV, Kanada, gjithë. Me shumë dashuri të gjithëve.